Mostrat i morën 2 javë më parë, por rezultatet s'dolën ende. Andaj, që kjo të ndodhë sa më shpejt, përfaqësues të fermerëve dhe qumshtorës Vita, para Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, kërkuan publikimin e analizave. Me shumë mirësjellje dhe njëherë po i lutim publikisht të gjithë akterët. Nuk jemi duke kërkuar diçka të paarritshme, po kërkojmë vetëm publikimin e rezultateve që jemi të sigurt që deri më tani janë realizuar. Po të publikohet rezultati i analizës të marrë me 2/6/2026. Të njëjtën kërkesë ndaj AUV e pati edhe përfaqësuesi i qumshtorës. Unë si përfaqësues i Vitës dhe fermerat jemi të dakorduar që qumshtin t'ja fillojmë marrjen e qumshtit për fermerave dhe t'ja fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet ministri tha do më vinë mua me datën 10. Unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet 3-4 ditë, do të dalë edhe unë me rezultatet e juja. Mostrat e rezultatet e të cilave nuk janë ende publike u morën më 2 korrekt, nga agjencia nuk kanë dhënë detaje se kur të njëjtat do të publikohen.